Shqipëria renditet ndër vendet me emigracionin më të lartë të popullsisë në hapësirën postkomuniste që nga viti 1990, kjo sipas Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Në të dhënat e tranzicioni 2025-2026 të Bergj, del në pa se vendi ynë ka humbur rreth 40% të popullsisë së vitit 1990 për periudhën 1990-2023, niveli i dytë më i lartë në Europë dhe në të gjithë grupin e ekonomive të Bergj. Banka Evropiane vlerëson se kostoja e plakjes për Shqipërinë do t'i ulë ritmet e rritjes së PBB-s për frymë me 0,28% në vit deri në vitin 2025, një rënje kjo e fortë në krahasim me përfitimin demografik të periudhës 2000-2023. Forca e punës shqiptare rrezikon gjithashtu të tkurret nëse nuk rritet pjesëmarrja e grave dhe punësimi i moshave të thyera, pasi sipas Bergj, ngushtimi i ndekut gjinor në punësim është një prej masave që mund të merret për të mbajtur raportin në nivel të qëndrueshëm. Ekspertët e Bergj paralajmërojnë se për të kompensuar plakjen, ekonomia në Shqipëri do duhet të sigurojë emigracion neto, pra shifër më të lartë të hyrjeve se sa të daljeve, me mbi 1% të popullsisë çdo vit deri në vitin 2050, një ritëm që aktualisht është i parritshëm. Në dokument del në pas se edhe Kosova ka humbur 50% të popullsisë së vitit 1990 për të njëjtën periudhë, niveli më i lartë në Europë, ndonse ka pasur një shtesë më të lartë natyrore se sa Shqipëria.